se rruga për në xhenet është vetëm një. Të gjitha tjerat janë rrugica. Dhe në qoftë se një rrugë nuk të çon në xhenet, të gjitha rrugica tjera dihet se ku të çojnë. Andaj çështja është shumë madhore. Çështja është shumë delikate, çështja është me nivelin më të madh të kujdesit që duhet ta kem. E duhet të flasim vetes tonë, e duhet të flasim të gjitha atyre të cilët i dom, e ne i dojmë të gjithë. Dhe realiteti dhe tregimi i të vërtetës nuk nënkupton armiqësi, as nuk nënkupton urrëtie, jo tregon qartësi dhe tregon dashamirësi në fund të fundit. E Allahu subhanahu wa taala na mëson Kur'an. Dhe këtë është mësimi i Zotit xhalla shanuhu, i cili na mëson se rruga e vetme e cila të shpihet tek Allahu subhanahu wa taala është një. Do po flasim rrugën e njohjes së Zotit, rrugën e adhurimit të Zotit xhalla shanuhu, besimin në Allahun subhanahu wa taala e deri tek portat e xhenetit. Është një rrugë e vetme. Nga se edhe është e njohur se mes dy pikave ka mundësi të jetë vetëm një vijë e drejtë. Të gjitha tjerat nuk janë pastaj të drejta. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili." Kjo është rruga e drejtë. Pra kjo është sirat al-mustaqim. Kjo është sirat al-mustaqim, rruga e drejtë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fattabi'uhu", ndjekni këtë rrugë të drejtë. Ja ku e keni, nga besimi, nga argumentet, nga qartësia, nga shpërblimet, nga kujdesi që të mos vëni punë të cilat u rrezikojnë të nxjerrin nga kjo rrugë, të gjitha e keni të qarta. Allahu subhanahu wa taala, kjo është rruga. Cilën na e ka mësuar dhe e ka kompletuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, duke na treguar se çka duhet veprojmë nga para lindjes së njeriu, në lindjen e tij, gjatë jetës së tij, në fundin e jetës së tij, në udhtimin e varr, udhtimin e ditën e llogarisë e deri tek xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Është e detajzuar dhe është e shenjëzuar me të gjitha shenjat e kërkuara, ndjekja e të cilave nuk çon diku tjetër pas në xhenet, pas portat e xhenetit.